22 qershor, çoni luftoni për vendin tuaj. Mullahët e Iranit e meritonin bombardimin spektakolar të presidentit Trump. Trump do të provonte që nuk është tako. Trump always chicken out. Në qoftë se për problemet e tarifave Trump ka qenë një herë i ashpër, një ribut, ishte përballë një prove të madhe. A do të tërhiqej presidenti Trump? E para punës njërë, bota është më mirë sot mbasi mullahët janë bombarduar nga presidenti Trump. Nuk ka pasur asnjë burim të saktë që të mohonte që mullahët ishin duke u përgatitur të prodhonin armët bërthamore. Janë Kombet e Bashkuara dhe nuk është SBA që ka vendosur të caktojë që mullahët janë faj, sepse ata kanë nënshkruar në vitin 2019 traktatin e armëve bërthamore. Askush nuk e di që pse presidenti Trump e urdhëroi urdhrin në këtë weekend. Megjithatë, arsyet do të dalin në sipërfaqe. Mund të ketë kritika për urdhrin e presidentit Trump për këtë bombardim, por këto duhet konsideruar me skepticizëm të thellë. Sepse Irani është një shtet terrorist, sponsorizon terrorizmin, dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara ka të drejtë luftoj terrorizmin shtetëror. E gjashta është që presidenti Trump nuk donte që të godiste ushtrinë e Iranit. Ka goditur pikërisht ato qendra ku bëhet pasurimi uraniumit. Janë hedhur 6 bomba penetruese në tunelin që ishte rreth 300 fit nën tokë, ku një bombë është 15 ton dhe kushton $500 milion. 7 minuta mbasi Trump doli në median sociale, ishin 2 kongresmen që kërkuan impeachment e tij, Kasten dhe Cortez. Cortez është një figurë karagjoze, nuk ka ndonjë. Dhe Kasten duhet dalë përpara komitetit të etikës rreth kësaj, sepse trupat pilotët ishin ende në ajër. Nuk mund të kritikosh e të shash një president trupët e tij po kthehen atje. Nuk mund ta përbuzësh komandantin e përgjithshëm të ushtrisë vendit tënd. Detyra kryesore e një presidenti të Amerikës është të mbrojë amerikanët. Në qoftë se Irani do të lejojë të prodhonte armën bërthamore, nuk do të zhdukte vetëm Izraelin, por synimi ishte edhe ndaj SBA-s, se jo më kot, ata vazhdojnë Death to America, vdekja Amerikës. Trump këtë radhë në anën strategjike ka qenë i suksesshëm. Fjalët e tij që të shohim se ç'do të ndodhë mbas 2 javësh ishin një arsye strategjike për të vënë në gjumë mullahët e Iranit dhe ndërkohë për të përgatitur trupat amerikane, pilotët të shkonin drejt zonës. Natyrisht që Wall Street Journal e pa thënë që më parë që Trump e ka marrë vendimin e bombardimit. U kundërshtua shumë nga një kanal që është bërë shumë ekstremist dhe nuk ka ndikim as tek MAGA as tek Trump, Fox News, sidomos platforma digjitale në internet e tij. Dhe Trump thot që MAGA e urren Fox News, edhe pse ka gazetar shumë të mirë. Pra, Trump konsumon 2-3 gazetarë emisione, por jo faqen e cila ka dalë haptas kundër tij që gjatë kohës kur ai ishte kandidat, dhe ai thot për këtë arsye MAGA e urren ata. Ata kanë qenë kundra meje. Dhe në fakt dhe gjatë fushatës zgjedhjeve, kupolja e Fox News, Murdoch, ishin kundër zotit Trump. Filluan duke mbështetur DeSantisin fillim, Nikki Haley, dhe asnjëherë nuk pranuan duke patur rezerva të mëdha. Dhe ai shpesh kalonte nga Newsmax duke i dhënë një ngritje të madhe. Por ata që kanë rrjedh paur, kam thënë, janë gazetarët e mëdhenj si Hannity, te Fox News është kryesori,
ka admirim për disa tjerë, për Hanin e dëgjon shumë e ka dhe si këshilltar, është Bill O'Reilly që ka broadcastin e tij privat, siç kemi ne, në YouTube, që ka një rreth 20 milion, 30 milion, është Tucker Carlson, janë disa emra, Kelly Meghan, dhe pati një përplasje nga këta. Tucker Carlson e sfidoi me Steve Bannon, duke thënë që në qoftë se ti do të bombardosh, është fundi i presidencës tënde. Steve Bannon, një figurë kontroversale, u pa të shkonte të hante një drek me presidentin Trump. Çfarë ka ndodhur? Trump i ka shpjeguar se nuk do të fus trupa në Iran, dhe ajo që është më rëndësishme, ne e thamë edhe dje që i duhet vënë një barrierë Netanyahu, i cili u tregua arrogant, goditi, edhe pse Trump nuk donte që ai të godiste në fillim, por ama dje Trump, kur ka bërë urdhrin, ka folur më parë me Netanyahu dhe kanë bashkëpunuar, si shta vetë, Izraeli dhe Irani. Nuk duhet ketë ndryshim të qeverisë në Iran. Deri këtu duhet ndalet. Dhe Trump i ka thënë, uluni për paqe, ndryshe, goditja e fortë nga ne do të jetë shkatërruese për ju. Ajo që mua nuk më habit, por dikë tjetër, tek Situation Room, kur kanë ndjekur operacionin, ka qenë presidenti, zëvendës presidenti, Rubio, Hegseth dhe shefja kabinetit. Plus, ishte drejtori i CIA Ratcliffe, nuk ishte Borzilo Gabbard, kreu e inteligjencës amerikane. Ja thash dje, Trump të largoj, një figurë që nuk e meriton të atë post, kongreswoman e demokratëve, me akuzat të rënda siaset rus, paguar nga Russia Today, kundërshtare madhe Trump në lidhje me politikën me Iranin, kur Trump u tërhoq nga marrëveshja me Iranin, fal John Boltonit, dhe tani duke dashur të ishte si një yll Hollywoodi, me një spot 3 minutësh, sfidoi haptas presidentin Trump. Trump nuk fal. Sidomos ata që i kanë sharë dikur, i përdor, njeriu më i fuqishëm tani, për tani është Rubio. Rubio ka ndërmarrë një fushatë pastrimesh në Departamentin Amerikan të Shtetit, çka jep shpresë edhe shumë vende se do të largohen edhe mullahët në Ballkan apo vende të tjera. Pra, kjo forcë e madhe e Amerikës tregoi edhe një herë që Trump mund të ngrihet në nivelin e presidentëve të mëdhenj. Natyrisht që këto strike, goditje me avion, nuk sjellin si pasojë që të bjerë qeveria diktatoriale e vendeve ku kryen operacionet. Sepse e ka përdorur Reagani në Libi, nuk ka sjellë ndonjë gjë, është bombarduar disa herë Iraku, as kjo nuk ka sjellë, nëse nuk fut trupa në tokë, kjo nuk ndodh. Në fakt, ka pasur një përplasje të madhe. Izraeli ka një ndikim të madh në Amerikë, në politikën amerikane. Nuk janë asgjë 280 milion apo 290 milion dollar të dhënë nga Elon Musk. AIPAC, Komisioni Politik Amerikano-Izraelit, ka dhënë 490 milion dollar. Nuk gjen dot një senator dhe një kongresmen që të mos ketë marrë dollar nga ky komision. Natyrisht që kjo është theksuar që nga Nixoni, president tjerë, që Amerika ka një detyrim moral për të mbrojtur Izraelin. Por, një mendje thjesht, pse duhet të ndërhyjë Amerika të mbështesë një shtet që në Gaza ka vrarë rreth 45.000, 50.000 dhe shumica janë fëmijë. Ai duhet treguar vendi edhe Izraelit arrogancës, çka e dëmton imazhin e Amerikës në sytë të drejtës. Natyrisht një shtet që sponsorizon terrorizmin është i rrezikshëm. Nuk është i rrezikshëm vetëm për Izraelin që kërkon ta zhduk, por është i rrezikshëm edhe për Amerikën. Natyrisht që ka diskutime të ndryshme, sepse fundit palestinezët kanë qindra vjet në mos mira vjet në tokë dhe vjen, siç thuhet dje në një emision, edhe pse i djathtë, një hebre nga Ukraina pushton tokat e dikujt që ka qindra vjet atje. Pa u zgjidhur edhe shteti
i Palestinës në atë zonë nuk do të ketë kur qetësi. Natyrisht që Irani përfitoi shumë nga gabimet e mëdha të majtës amerikane. 1.7 miliard dollar të dhëna nga Obama bën që të krijonte atë unazën e zjarrt Hezbollah, Hamas, Houthis, të cilët Hamasi në Gaza kanë sulmuar dhe kanë vrarë hebrejnë të Izraelit duke bërë presionet të mëdha. Është një lajm i mirë që Trump këtë radhë ishte i vendosur. Shpresoj dhe uroj të jetë i tillë edhe në ekonomi, por dhe me qëndrime ndaj autokratëve, siç thash mullahëve të tjerë, se mullah ka dhe Ballkani ynë, dhe të mbraj lart vlerat morale politike amerikane. Nuk është konservator, nuk është si Bushët, është populist, megjithatë historia do të gjykojë. Në pjesën e dytë, disa segmente çfarë thamë dje, për ata që nuk e kanë parë, ju falenderoj, abonohuni te kanali në YouTube. Thank you. Natyrisht që shqiptar amerikanët janë të dyzuar, mendojnë për vendin e lindjes Shqipërinë, por dhe këtu për problemet se si shkojnë në Amerikë. Janë të ndërthurura, janë të ndërlidhura, e kam thënë ne ekzistojmë prej Amerikës, nga Wilson i Madh, por janë dy president ndaj të cilëve do të jemi mirënjohës në maksimum. George Bush, i cili njohu pavarësinë e Kosovës dhe futi Shqipërinë në atë, dhe Bill Clinton. Bill Clinton mbahet si nga presidentët më të mëdhenj të majtës amerikane, në fakt ka qenë president i qendrës. Nuk kanë demokratët një kandidat të tillë. Kur shikon një qasje politike, një problem, një krizë, do të mendosh janë tre shikime. Shikimi optimist, pesimist, por dhe shikimi realist. Le të marrim rastin e krizës për shembull të Izraelit me Iranin. Shikimi optimist është që Irani ka marrë fund, Khamenei është vdekur, do të ndodhë një revolucion i madh, duhet bombardohet. Shikimi pesimist është që në qoftë se Trump do të bombardojë, atëherë gjithë rajoni do të ketë pasoja me ndotjen radioaktive, do të plasë një luftë e madhe, do të rritet çmimi i naftës, bota shkon drejt kaosit. Shikimi realist është tjetër. Është momenti dhe çasti më i përshtatshëm që një herë mirë bota të zgjidh problemin e pasurimit të uraniumit në Iran, ta ndaloj, por nga ana tjetër t'i vetë fre edhe dëshirës agresive të Izraelit. Në qoftë të bëjmë një paralel në Shqipëri, shikimi optimist është mbas hapjes kutijave, bota nuk do të njohë zgjedhjet e Edwin Ramës, spaku do të dënoj me burgosje përgjegjësit, sidomos duhet të dënohet kryetari i Komisionit Zgjedhjeve Celi Bashi, sepse ka lejuar vjedhjet skandaloze me votat e diasporës dhe mund të ndërtohet një qeveri teknike, mund të bëhen zgjedhjet përsëri, opozita vjen pushtet. Ky është shikimi optimist. Shikimi pesimist, Rama ka bler Kushnerin, Rama ka bler Dick Grinell, Rama kur ka qenë në Amerikë ka bërë vizitat fsheta në shtëpinë e Bardh, në shtëpinë Heshile, ka një marrëdhënie të shkëlqyeshme, nuk ndodh asgjë, diktatura e Partisë Punës vazhdon dhe 45 vjet tjera. Rama ka fat, ka filluar kriza. Shikimi realist është ky. Në departament kanë filluar ndryshimet duke ardhur skifterët e djathtë. Alison Hooker është emëruar në 5 qershor nën sekretare departamentit Amerikan të Shtetit. Ka qenë ndihmëse presidentit Trump mandatin e parë, ka qenë varse e John Boltonit te Këshilli i Sigurisë Kombëtare, është një person inteligjent, ka punuar më parë si specialiste në Byron e Inteligjencës dhe të kërkimeve në Departamentin Amerikan të Shtetit, pra mund të jetë dhe nga ato kontingjente që thuhet
nga agjencia e famshme antikomuniste CIA, UNT, ose sigurisë kombëtare, çka bën që platforma e djathës në Departamentin Amerikan të Shtetit do t'i kthejnë me mec, shurdh dhe do të spostoj Yuri Kim and Company. Ky është shikimi realist. Yuri Kim ka kohë që nuk ka bërë të paktën një poster në Twitter. Rubio ka filluar që të afrojnë në departament në pozita drejtuese ata që përfaqësojnë dhe mbrojnë politikën e zotit Trump. Kudo në Shqipëri.